VMRO DPMN kërkon ndërheqjen e kryetarit të komunës së Gostivarit Valbon Limani për shkak të gjendjes me epidemi nga uji. A ka turp Limani dhe a ndjen përgjegjësi morale për këtë skandal? Pyet Petrushevski nga partia në pushtet. Почитувани, има ли срам Валбон Лимани, градоначалникот на Гостивар, кој вели дека не чувствува никаква морална одговорност за скандалот со водата? Кандидатот на Филипче, Ахмети и Таравари, Валбон Лимани, вчера вели дека за скандалот со водата, во кој директно беше погоден целиот град Гостивар, не чувствува никаква морална одговорност. Па со кое лице излегува пред неговите сограѓани и без срам и образ вели дека тој не е одговорен за грешките на луѓето кои тој ги има назначено да ги водат општинските предпријатија. Edhe partia shqiptare në pushtet vlen kërkon përgjegjësi për helmimin e gostivarasve nga uji i ndotur. Kushdo që me veprim ose mosveprim ka kontribuar në këtë skandal duhet të përgjigjet para drejtësisë. Shëndeti i mirë të qytetarëve të Gostivarit është cenuar si pasojë e neglizhencës dhe keqeverisjes, ndërsa kjo nuk guxon të kalojë pa përgjegjësi, siç ka ndodhur shumë herë në të kaluarën. Presim një hetim të thellë, të pavarur dhe gjithëpërfshirës që do të zbardhë plotësisht rastin. Nga ana tjetër, kryetari opozitarës LSDM Venko Filipçe vizitoi Gostivarin, nga ku shtroi pyetjen se me çfarë uji po shërbehen kafenete e restorantet. Кој сега ја менаџира состојбата кога нема директор на јавното предпријатие. Следно, како сега функционираат рестораните, со каква вода се мијат чиниите, приборот за јадење. Со каква вода се користат рестораните во кои што има масовни собери, а тоа се свадби, многу атрактивни во овој период. Гледаме дека е забранета водата за користење, има некоја препорака да се користи техничка вода. Која е таа техничка вода? Kryetari i Gostivarit Valbon Limani dje kërkoi që rasti të mos përdoret për çështje politike, ndërsa kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari në një status në Facebook shkroi: Nuk jam interesuar për një garë politike në shpinë të popullit. Analiza do të tregojnë të vërtetën, jo deklaratat partijake. Nga BDI nuk ka patur reagim për situatën e krijuar me epidemi në Gostivar. Komunikata e tyre fundit ishte për mungesën e gjuhës shqipe në bilbordin e vendosur në hyrje të Shkupit.